Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'du wa ba'd. Hamdi, adhurimi janë për Zotin xhallashanuhu, atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut një. Dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij i fundit. Vllazni, jemi te hadithi 12 prej haditheve të tubuara nga Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, nga Islami i mirë i njeriut. Transmeton Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, transmetuesi i fesë islame, se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: prej cilësive të mira të një besimtari është braktisja e gjërave që nuk i përkasin. Ky hadith është një prej haditheve me gjithë përmbledhëse të haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Njeriu ndoshta gjatë jetës së tij nuk ka mundësi të mëson as 40 hadithe të Imam Nevovit. Ndoshta i mëson 40 hadithe Imam Nevovit, por nuk mund i mëson hadithet që janë në librin Umdatul Ahkam, apo në hadithe tjera që janë prej librave në verzione të shkurtuara. Mirë po, nëse besimtari dhe besimtarja i mëson disa hadithe prej haditheve të përgjithshme, që janë nga porosit fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do i lehtësohet jeta. Një prej këtyre haditheve që njeriu do e lehtëson veten e tij, do e liron nga ngarkimet, prokopimet rreth vetes, familjes, shoqërisë, është edhe ky hadith. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po këshillon që muslimani duhet të largohet veprave që nuk i përkasin, nuk janë për te. Dituria dhe ignoranca në ato çështje as nuk ja rrisin imanin, po as nuk ja paksojnë. Qoftë në çështjet e fesë, qoftë në ato të dunjas, apo qoftë në fjalë, qoftë në vepra. Nga ana tjetër kuptojmë se muslimani duhet të përpiqet të angazhohet në veprat të cilat i interesojnë dhe i përkasin. Ibn Rajab në librin e tij Jami' al-Ulum wal-Hikam thotë: kuptimi i këtij hadithi është se besimtari i mirë nuk duhet të ndërhyjë në gjëra që nuk i përkasin, qofshin ato fjalë apo vepra. Në këtë mënyrë muslimani tregon interes vetëm për ato fjalë apo vepra të cilat interesojnë dhe kanë të bëjnë me të besimin e tij, familjen e tij. Fjala intereson i referohet kujdesit të madh për diçka, duke kthyer në qëllimin dhe kërkimin e tij kryesor, në kuadër të gjykimit legjislativ të fesë islame. Për këtë arsye, muslimani i mirë, kur e përmirëson veten, ju ka përmirësu Islami i cili gjendet në shpirtin e tij, në jetën e tij. Atëherë i lën punët, veprat të cilat as nuk do ja shtojnë veprat e mira që i duhen për botën tjetër, mirë po nëse interesohet dhe thellohet në çështje të cilat nuk kanë bëjnë me të, do i lën edhe ato farze të fesë islame që Zoti xhallashanuhu e ka ngarkuar me të. Ky hadith është një themel i fortë i parimeve të moralit muslimanëve. Muhammed ibn Abi Zejdi, imami malikive në kohën e vet, thotë: sjelljet e njerëzishme burojnë nga këto hadithe. Ai që beson Allahun dhe ditën e fundit le të flas mirë ose le të hesht. U mundu ky dietar, ashtu që u mundu edhe dietar tjerë, me i tubu disa hadithe që nëse muslimani i mëson, i kupton, i praktikon, ka me u çliru, sikur mu çliru nga robëria, që kanë qenë vëllezërit tanë në fillim të islamit, robër, peng të dikujna, dhe kanë fillu lirin e jetës tyre, qoftë personale, apo qoftë familjar, apo qoftë shoqërore. Për atyre hadithe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka porositë dhe ka thonë: ai që beson Allahun
dhe ditën e gjykimit le të flas fjalë të mira ose le të hesht. Muadhi radiallahu anhu, kur e kanë dëgju hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porositur dhe ka thënë: kush mi siguron dy organe që janë trupin e çdo personit, qoftë burr apo qoftë grua, do ja siguroj xhenetin. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush shëron atë që është mes dy mjekrave, i ka thënë edhe mustaqet mjekra, që është gjuha. Dhe organi i cili gjendet mes kofsha, tek dy gjinit, do fiton xhenetin. Sa i përket gjinisë maskullore dhe femërore, organet e tyre personale, gjenitale, kanë thonë dietarët e fesë, ruhen vetëm me martesë. Pra dietarët kur e kanë shpjegu këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë gjysma e besimit plotësohet me martesë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë kujdesuni për gjysmën tjetër që është gjuha. E pra të ka porosit dhe ka thonë, që është porosi e madhe, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, ditën e fundit, le të flas fjalë të mira. Nëse nuk ke mundësi me fol fjalë të mira, për të cilat do të shpërblehesh te Zoti, atëherë hesht. Për arsye që nëse nuk flet fjalë të mira dhe ke fol fjalë të gabume, të keqia, do jep përgjegjësi në botën tjetër. Dhe është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për cilësive të mira të besimtarit, është braktisja e atyre gjërave që nuk i përkasin atij personit. Dhe për haditheve tjera që është pyet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga një shok i tij dhe i ka thonë me këshilla, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë: la taqdab, mos u zemra ose mos u bën nervoz. E ka përsërit pyetjen sahabiu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas përgjigjen e njëjtë për këtë person. I ka thonë la taqdab, mos u bën nervoz. Për arsye që njeriu kur bëhet nervoz, ashtu që kemi pa, lexojmë, dëgjojmë, janë momente të rastit që njeriu e bën një veprim apo thot një fjalë që i duhet tër jeta, edhe sikur jetë gjatësia e tij të jetë e Nuhut alayhis salam, do pendohet për atë veprim apo për atë fjalë të cilën e ka folë. Pra dietarët e fesë, ata të cilët mirën me komentimin e definicioneve, kanë thonë nervoza e mbolon trurin, njëjtë sikur e mbolon alkooli trurin. Do thot, jo çdo kush i cili pin alkool është i dehun. Kemi njerëz të shumt nga besimtarët, të cilët elhamdulillah nuk përdorin pije alkoolike asnjëherë në jetë. Mirë, po nëse shiqon gjendjen e tyre, apo disa prej tyre, gjithmonë janë dehun. Nga nervoza e teprume që gjendet tek ta. Do të thani një fjalë apo një pyetje që pyetet, me njëherë truni i tij kalon do të thotë mbulim dhe nxjerr nga gjuha e tina fjalë që me të vërtet nëse i ngjizohen dhe ndëgjohen në qetësinë e tina, e beson që i ka thonë. Mirë, po nëse i thuhet pa ndonjë argument të prekshëm, thotë unë s'ka mundësi nga gjuha ime me dalë atë fjalë. Për haditheve tjera që janë gjithë përmbledhëse, është besimtari do për vëllain e tij atë që do për veten, që do të jetë hadithi me numër 13, ku lutim Zotin xhallashanët të shpjegojmë në javën e ardhshme. Hadithi tregon se një prej virtyteve të mira të besimtarit është të merret me ato fjalë dhe vepra që që mos të merret me ato fjalë dhe vepra që nuk i përkasin. Duke mjaftuar me çfarë i përket, që nuk i përkasin në kupton se nuk kanë të bëjnë me të, që nuk janë pjesë e synimeve dhe kërkesave të tij. Nuk është se besimtari heq dorë nga ato që nuk i përkasin dhe nuk i dëshon duke bazuar te gjykimi i tekave të dëshirat e nefsit, por duke bazuar te gjykimi i shariatit fesë islame. Pikërisht, për këtë arsye një qendrim i tillë është konsideruar prej virtyteve të mira të fesë së personit. Për arsye që nëse njeriu merret me ato të cilat Zoti ja ka ngarkuar, Zoti ja ka obliguar, ne nuk e kemi një jetë të tërë të Nuhut alayhis salam, por kemi disa vite. Ta gjatë këtyre viteve,
Allahu na ka ngarkuar me çështje që kanë bojnë me neve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë prej virtytit mirë, o musliman, o muslimane, mos u merr me ato punë që nuk janë personale tuat. Se nëse mirësh dhe angazhon veten duke u marrë me çështje tjera, ti do harron vetveten. Do i harron obligimet që Allahu xhaleshano. Kështu kur njeriu ka në rregull fen, i le ato fjalë dhe vepra që nuk i takojnë një besimtarit të denj. Islami kërkon prej tij të kryer detyrimet, vajibatet, obligimet, siç janë sqaruar në hadithin e Xhibrilit, në hadithin e gjatë, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë ulur me shokët e tij, ashtu që kemi shpjeguar në fillim të këtij libri, bekum, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Omerit radhiyallahu anhu, ai ishte Xhibrili. Erdhi të ju mësoj fen tuaj. Dhe ne të gjithë të dimë së bashku që Allahu xhaleshanuhu se pari kërkon nga njeriu me ditë, atëherë me vepru. Thot Zoti në Kur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dije, fa'lam dije, se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut. Imam Buhariu në librin e tij as-Sahih ka thënë Allahu xhaleshanuhu e ka përmend dijen para fjalës dhe veprës. Dhe kur njeriu i mëson hadithin e Xhibrilit, që është hadithi me gjithë përmbledhës i fesë islame, pasi në të janë 5 shtyllat e fesë islame që ngarkohet muslimani dhe muslimania, ku dikush obligohet me të gjitha, ndërsa disa lirohen në qoftë se nuk janë të pasur nga zakati, në qoftë se janë të sëmur, lirohen nga xherimi, dhe në qoftë se nuk kanë mundësi më shku në haxh, lirohen nga haxhi. Mirë po që bashkohen muslimanët e të gjitha shtresave, qofshin të sëmut apo shëndosh, dhe nuk tolerohet asnjëri me elan, o shtylla e parë që është dëshmia, që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut një, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, dhe falja e namazit si për të shnoshin, si për smutin, nuk bjen në qoftë se mendja është e shëndosh në trupin e çdo muslimani dhe muslimane, sa dietarët e fesë kanë thonë, në qoftë se mendja punon, të gjitha pjesët e trupit janë të paralizuara. Mirë po mendjen e ka të kthjellët, vedijen e ka të kthjellët, familjar dhe ata të cilët janë rreth të sëmurit i jepin abdes në formën që kanë mundësi, në qoftë se nuk kanë mundësi me ala pjesë e trupit që i ka bërë Zoti obligim me ujë, i jepin tejmum dhe fal namazin aty kusht. Në qoftë se ka mundësi më kthy nga kibla e kthejnë, në qoftë se dëmtohet, lihet në vendin kusht dhe nuk arsyetohet me lan faljen e namazit. Po ashtu, pjesë e një fetarie të shëndoshë të lavdruar është edhe braktisa e ndalesave. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, musliman është ai nga dora dhe gjuha e tij, e të cilët janë të sigurt muslimanet. Pra sheni përmirësimit të fesë, se personet është braktisja e të gjitha atyre gjëra që nuk i përkasin dhe nuk janë në interes të tij. Si gjërat e ndaluara. Gjërat e braktisa dhe atyre gjërat e liruara për të cilat nuk ka nevojë, sepse të dyshemta dhe të papëlqyera. Si dhe të gjitha këto nuk i takojnë një besimtar që ka të plot fen dhe ka arritur nivelin e ihsanit. Ne kena cek të hadithi, halali është i qartë, harami është i qartë dhe mes tyre ka gjëra të dyshemta. Kanë thonë për muslimanët e parë i kanë lënë disa gjëra, jo vetëm që janë të dyshemta, mirë po i kanë lënë disa gjëra të lejuara, por mos më ra në të dyshemta dhe mos më ra në të ndaluara. Për arsye që muslimani çdo herë ato që e ka leju Zoti është modest. Kur thekë Sheikh Abadi për gjërat e lejuara, thekë muslimani do të më qenë çdo sen mesatar. Sa i përket halalit, do të nuk lejohet me tepru në halalin e tina, për gjërave që janë halal është ndërtimi i shtëpisë kur pyetke, ka qenë Allahu e ruajt, shtëpia e tij në lagjen për lagje më të mirat Medinës, shtëpia më modeste. Për arsye që ka pa nëse te kalohet ndërtim apo brenda shtëpisë, ka kalu nga lejimi që ka leju Zoti në të panevojshmen, e kur njeriu bën shpenzime në gjëra të panevojshme, atë do të mirë në pyetje në ditën e gjykimit.
si rrjedhoj e këtyre dy niveleve të ihsanit, lind turpi nga Allahu dhe lënia të gjitha ato gjëra që e bën njeriu të turprohet. Ihsan, të gjithë e dinë, është shkolla më e lartë që muslimani dhe muslimonja munden me arrit gjatë jetës vet. Nuk është e lehtë, vllazni, që njeriu me pas çdo ditë në mendjen e tina, çdo sekond, që Allahu xhallashanuhu e sheh. Ka njëherë, sidomos që shtojnë dietarët e fesë islame, gjënohet me shkatruesit e besimtarët dhe besimtarët janë gabimet el khalawat në gjuhën arabe, i bjen kur njeriu vetmohet vetmes. Para shumë viteve, sidomos kur nuk ka pas rrjete sociale, kur e kena mrri një jetë modeste, shumica prej neve që kemi rinë para disa dekadave, ajo që kanë mujt me bë një familje në atë kohë, ka qenë një TV e vendosur në dhomen ku kanë qëndru burrat. Sidomos të përfshatra. Kur kanë shku në dhomat e veta, nuk kanë pas mundësi, do thot, me bën ndonjë gjëna që kanë mundësi sot me bën edhe gruaja, edhe burri, edhe djali, edhe vajza. Dhe besimtari, që është besimtar, i cili ka arrit nivelin e ihsanit, që me adhuru Allahun sikur me e pa, edhe pse ne nuk e shohim Allahun xhallashanuhu, ai na sheh neve. Që do të thotë të adhuroj Allahun si të jetë duke parë. Edhe pse nuk e sheh, ai e sheh. Atë. Allahu xhallashanuhu është afër neve. Me shiqimin e tij ndaj neve dhe me ndëgjimin e fjalëve tuaja të se ti flasin. Allahu xhallashanuhu po i thot Musës dhe Harunit, kur po i urdhëron me shku te faraoni. Çka po i thot? Shkoni te faraoni. Unë shoh dhe ndëgjoj. Unë shoh dhe ndëgjoj atë të se do ja thuni faraonit dhe atë të se do ta therrni faraonin. E njeriu, kur e ka këtë bindje dhe e din që Allahu xhallashanuhu i sheh hollësinat, i ndëgjon hollësirat, atëherë mundohet me të vërtetë, që ka thonë dietar, ka thonë do të më turpru para Allahu xhallashanuhu, ashtu që shturprohet njeriu para një njeri të mirë, që s'ka mundësi me fol një fjalë apo me bën një vepër. E turpi para Allahu xhallashanuhu do të jetë edhe më i madh. Disa kanë thënë turpro për Allahut aq sa e ke afër dhe ki frikë. Aq sa Allahu ka fuqi mbi ty. Disa njerëz të mëdhenj kanë thënë kur të flasësh kujto se Zoti të dëgjon. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush beson Allahun ditën e gjykimit, le të flas mirë ose le të hesh. Desa kur të heshësh, kujtohu se Allahu të shikon. Edhe kur të hesh, dije se Allahu xhallashanuhu është ka të shikon. Haseni thotë kur dikush angazhohet me gjëra që nuk i përkasin, kjo është shenjë. Kur dikush angazhohet me gjërat që nuk i përkasit, kjo është shenjë se Zoti e ka braktisur. Do të njeriu kur angazhon veten me gjëra që nuk i përkasin, është shenjë që Zoti e ka braktis atë njeri. Vllazni, sa njerëzit i këshillojmë, po foli si hoxh, të cilët banohen nga namazi me xhamat. Vinë në recitat e fundit. Apo e hupi namazin me xhamat. Besonin Zotin, shumica nuk ju kon të umor me punë veta. Se nëse kon të umor me punë vetja, gruaja thotë shko se ki namazin. Djali thotë merrem se më ka shkojmë namaz. Personi thotë vetes ka thirr namazin. Mirë po, kur njeriu, unë besoj vetëm namazin dhe llogaritni gjitha veprat tjera që Zoti na ka kërkuar gjatë jetës tonë. Ne e kemi hub namazin me xhamat, apo tekbirin fillestar me xhamat, apo disa recate namazit farz me xhamat, për arsye që ne jemi marrë me punë të cilat nuk na takojnë. Kur ne miremi me punë tona, për Zotin do të jemi të përpikt në ato që Zoti na ka ngarkuar. Tash është një pyetje, besoj e keni ndëgjuar. Ka thonë dietarët e fesë, për çka është bërë më thirr ezani mund dëgjoj jashtë? Për kënd është bërë? Kanë thonë për ata të cilët nuk janë të kujdesshëm namaz. Për arsye që ata të cilët janë të kujdesshëm namaz, shumicën e ezanave të jetës së tyre janë në xhami kur thirrët namazi. Ka qenë një prej selefit që për momentin nuk kujtohet emri i tij, thotë që 30 vite
nuk me ka humbur tek biri fillestar. Thot që 20 vite nuk ka ndodhur mu thirrë zoni vetëm që unë më kon brenda xhamis. Apo flasim, do thot për një kohë jo të lehtë. 30 vite janë me mija ditë, janë rreth 50.000 namazë parafrasisht ose më shumë. Këtij njeriu nuk i ka humb asnjëherë kur imami ka thonë Allahu Akbar, dhe vetëm që ka thonë pas tina. Mirë për me arrit qitë përpikmëri, qitë precizitet në namaz, atë njeriu mirët me punët e veta të cilat i ka dhe ka ngarku Zoti xhaleshon. Sahel ibn Abdullah at-Tustari ka thënë, një njeri që flet për gjëra që nuk i përkasin, privohet nga e vërteta sinqeriteti. Do të privohet nga e vërteta, nga sinqeriteti. Të mia të heqës dorë nga gjëra që nuk të përkasin, ky hadith na mëson se lënia e saj, që nuk na përket është një prej cilësive të mira të Islamit tonë. Kështu, nëse njeriu braktis atë që nuk i përket dhe merret vetëm me çfarë i përket dhe çfarë ka për detyrë, ai plotson dhe përsos fejen e tina. Ai plotson dhe përsos fejen e tina. Janë përcjell disa hadithe që tregojnë për vlerën e atij që përsos Islamin, të cilit i shumëfishohen veprat e mira dhe i falen të këqijat. Shumëfishimin lidhet me përsosmërinë e fesë. Ebu Huraira rrëfen si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur një nga ju kompleton Islamin e vet, çdo vepër të mirë që e bën i shënohet 10 deri në 700 fish. Po ashtu për çdo vepër të keqe që bën i shënohet ashtu siç është derisa të takojë Allahun xhaleshano. Çdo vepër e mirë detyrimisht 10 fishohet. Ndërsa shumë fishimi mbi 10 fish mvaret nga kompletimi i Islamit këtij personit. Nga niyeti, nga nevoja për një vepër të caktuar dhe vlera e saj. Si për shembull, shpenzimi i sadakas për xhihad, për të kryer haxhin, për të afërmit, për jetimet dhe fukarajt, sidomos në kohë kur nevoja për sadaka është e prekshme. E këto që Allahu xhaleshanuhu ka treguar mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çdo e mirë besimtarëve, çdo e mirë, fillon nga numri 10. Mi po jo çdo besimtari i shumëfishohet e mira në 700 për dikon, edhe për dikon edhe më shumë. Edhe këtë komentim këtij hadithit, edhe në libra të tjera që kam lexuar në të kaluarën, kanë thonë dietar, krejt mvaret nga sinqeriteti i kryerësit të veprës tina. E njeriu nuk ka mundësi me e arrit sinqeritetin e lartë nëse nuk angazhohet me veten e tina. Për arsye që nëse ne ja kushtojmë ditën e natës përmirësimit dhe kritikimit personal, kemi kohë me e rrit cilësinë dhe afërsinë tek Zoti xhaleshano. Allahu xhaleshano prej neve kërkon cilësi në vepra. Nuk kërkon sasi. Për arsye që sasia pa cilësi nuk pranohet tek i Madhi Zot. Allahu xhaleshano kërkon nga ne të jetë sinqeritet, duke pasu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe një sahabi, për cilës se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse njeriu pranon Islamin dhe e kompleton atë, atëherë Allah do të shënojë të gjitha veprat e mira që ka bërë para Islamit. Po kuj e ka pranuar Islamin edhe ka kompletuar Islamin. Allah xhaleshanuhu veprat e cilat i ka bërë në kohën e ignorancës, ka mja shëndru në veprat e mira. Dhe do t'ja falë të gjitha gjënohet e kaluara. Me pas fillon llogaria e veprave në këtë mënyrë. Çdo vepër e mirë vlerësohet nga 10 deri në 700 fish. Ndërsa çdo vepër e keqe llogarit ashtu siç është në Islam, nëse Zoti nuk ja fal tërësisht. Për hadith mësojmë se nëse njeriu e përqafon fen islame, shpërblehet për veprat e mira që ka bërë gjatë kohës sa ka qenë jo besimtar. Po ashtu i falen edhe gjërat që ka bërë gjatë asaj periudhe, por me kushtin që ta përsos fen dhe të ruhet nga ato vepra pas pranimit të Islamit. Dikush, që të keni hoxh, Allah e shpërblet, thoj ke një problem të madh që e kanë muslimanët, u voli për gjënin mashkullore. Kur po hyjnë në Islam, dallimi në Islamin e tyre dhe para Islamit tyre, ka foli për njerëz që janë musliman,
po nuk kanë praktikuar diçka. Është vetëm ka shtu namazin. Nuk e ka pas namazin, tash e ka namazin. Mirë, po sjellet që i ka me namaz janë të njëjta me ato që kanë qenë para namazit. Morali i tyre, i cili ka qenë para hyrjes në xhami, e ka bërë me vetin në xhami. E pra këta njerëz që ne nuk kemi pas fatin që kanë fëmijët tonë, të rritëm në Islam. Dikush për neve uzu pas 15 vjetëve, dikush uzu pas 20 vjetëve, dikush uzu pas 30 vjetëve, dhe ne, kur ka fillu më shku lapsi, kemi pas mangësi, dikush më shumë e dikush më pak. Qofshin këtu, apo qofshin jashtë këtij vendi që ndëgjojnë këto fjalë. Prat, kur ne kemi hyrë në Islam, dhe kemi fillu me praktiku fenë islamet, do të mundohemi ta përsosim besimin që kem afërsinë ndaj Zotit xhaleshano. Për arsye që atë të se ne kemi lënë, do jepim përgjegjësi për Allahut xhaleshano. E përmes me dhënë përgjegjësi për Allahut xhaleshano, do të kompletohemi, përmirësohemi dhe të pasojmë tek qijat më të mira në Islam, pasi e mira e shlyn të keqen. Ibn Mesudi radiallahu anhu e pyet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, a do të kemi përgjegjësi për atë që kemi bërë gjatë kohës së xahiljetit? Se jo, na dim gjithë. Shpalla e ka Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në moshën 40 vjeçare. Një pjesë e madhe e sahabëve nuk kanë qenë fëmijë që kanë rënë shahadet, për arsye që fëmia i muslimonit dhe jo muslimonit nuk ka gjunahe. Lapsi nuk fillon më shku për asnjërin, as për fëmijët e muslimanëve, as për fëmijët e jo muslimanëve. Fëmijët e muslimanë nëse vdesin pa hyrë në bylyk, do të jenë në xhenet, ndërsa fëmijët e jo muslimanë do të sprovohen në ditën e gjykimit, pasi Allahu xhaleshanu do i sprovon, do i thret. Ata të cilët i përgjigjen do jenë prej xhenetlive, ndërsa ata të cilët mohojnë, Zoti na ruaj, do të jetë prej xhenemlive. Dhe to i dërguari i Allahut, a do të kemi përgjegjësi për atë që kemi bërë gjatë kohës së xahiljetit? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë, ai që kompleton Islamin duke bërë vepra të mira nuk do të dëshkohet për ato që ka bërë në kohën e xahiljetit, ignorancës para Islamit. Ndërsa ai që kryen vepra të këqija, pasi ka hyrë në Islam, do të dëshkohet edhe për atë që ka bërë në kohën e ignorancës, edhe për atë që ka bërë në Islam. Do të ndëshkohet edhe për ato që ka bërë në kohën e ignorancës, edhe për ato që ka bërë në Islam. Shëndrimit këqija në të mira, thuhet se veprat e këqija që janë kryer kur njeriu ka qenë besimtar, kthehen në vepra të mira dhe shpërndan për to duke bazuar te fjalët e Allahut xhaleshon. Allahu xhaleshon thotë, dhe ata që nuk adhurojnë askën tjetër përveç Allahut, që nuk vrasin atë që kanë ndaluar Allah, përveç se me të drejtë që nuk bëjnë zina, ndërsa kushdo që i bën këto do të ndëshkohet. Dëshkimi do të dyshohet në ditën e gjykimit, do të mbetet i poshtruar përveç atyre që pendohen, besojnë dhe bëjnë veprave të mira. Allahu shndron veprat e këqija në të mira, Allahu është falës e mëshirëplot. Janë përcjell hadithe të qarta se kur një besimtar përqafon Islamin dhe plotson atë, veprat e tij të këqija i kthen në të mira. Gjithashtu një sahabi e pyet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a ka të drejtë të pendohet një njeri që i ka bërë të gjitha gjunahet, duke mos lënë asnjë gjuna të vogël as të madh pa bërë? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thot, a ke pranuar Islamin? Ai thot po. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, bëj veprat e mira dhe braktis të këqijat dhe Zoti do të shndrojë të gjitha në të mira. Të gjitha pa besi dhe pa turpësit, i dërguari Allah tha po, me pas ai filloi të madhronte Allahun duke thënë Allahu Akbar derisa u largua. E për atë, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka këshilluar njerëzit, vllazni që kanë qenë më të mirët pas profetëve në ditën e gjykimit, atë që është gjendja jon, të cilët nuk e kemi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam afër, dhe nuk e kemi mundsinë me ndihmu fen Islam ashtu siç kanë ndihmu sahabët. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i kanë nxit shokët e tij, të cilët kanë hyrë në Islam, që ta kompletojnë Islamin e tyre dhe të shtojnë veprat e mira dhe të largohen nga veprat e këqija. Vllazni Ibn al-Qayyimi e përshkruan një përshkrim në librat e tij për zemrën. Ka thonë çdo herë kur njeriu gabon, në zemrën e tij vendoset një pikë zezë. Varësit gabimit, varësit gjunohet. Derisa thët
e tërë zemra mbulohet me të zezë. Edhe bëhet e merr sukur një enë e cila është e rrotulluar. Sado që mundohesh me hedh ujë, ajo nuk mundet me ndal. Për arsye që nuk është e kthyer mar, por është e kthyer mbrapsht. Ç'është edhe zemra e njeriu. Do thotë kur ne e ngarkojmë zemrën tonë me mëkate, ato zemra dikur, që kanë thonë dietarët e fesë, ajo që është e njohur i bëhet e panjohur, edhe ajo që është e panjohur i bëhet e njohur, kanë qëllim për veprat e mira, veprat e këqija. Do të i lojnë veprat e mira dhe i veprojnë veprat e këqija. Përfitimet që nxjerrim nga ky hadith janë disa. Njeriu duhet të largohet nga veprat që nuk i interesojnë. Si në fe, ashtu edhe në çështjet e kësaj botës. Vllazni, besoj se edhe ju një dëshmitar, sa njerëzit i kanë shkatru lidhet e tyre familjare, duke pyetur vllaun, motrën, shokin për çështje personale. Sidomos kohën e sotit. Pyetje personale. Nuk bën njeriu me qit vllaun, motrën, shokin e kështu me radhë, që kur shohin qytet, shohin xhami, mundohen me ndru safin, mundohen me ndru rrugën. Çdo pyetje që bëhet ndaj njëri tjetrit, ndoshta dikush e pyet, si jeni, a jeni mirë, të gjithë mirë, janë pyetje që kem qef me ditë dhe nuk ka asgjë fare që nuk na përket. Për arsye se muslimanët janë një trup, mi po si të kalon privatësi. Ai ka punon, ku e ka punon, sa e ka fiton, sa ki e ka shpenzon, sa ki bo këto, sa ki bo ato, ku do më shku këtu, ku do më ardhë ko, pse shkove kënejna, pse erdhe pe janejna, do të thotë kanë bo që njerëzit me i ndërhy njeri tjetrit në çështjen e tyre personale, sa me të vërtet, kur flasin këshillues që kanë të bëjnë me familjen, në botën arabe, e kanë cek si mos kuptimi këtij hadithit, shkatrimet familjes, sa vllau me vllaun, djali me babën, baba me djalin, vllau me motrën, motra me vllaun, nipi me dajen, daja me nipin, do thot mo përqa dhe mos mo të bu, as në gzim, as në pikëllim. I lojmë të gjithë të qetë në çështjet e tyre. Angazhohemi me çështjet tona. Secili ka dikon në rrethin e vet që sa herë takohet t'i bën gjithë analizat që si ka bo që ato 2-3 muaj nëse s'u taku me ty. Besoni në Zotin. Kjo me të vërtet është një smuj që i ka kaplu një numër të madh vendin tonë. Në qoftë se e regjistron djalin apo vajzën një shkollë apo një fakultet. Krejt të bohen eksperta, edhe të vinë edhe të thojnë, edhe mundohen me të bindë që ki ka bu, nuk o dash me quk këtu, o dash me quk ati. Nësi 7 fëmijë, 7 njerëz, angazhohen me fëmijët e vetë që Zoti xhaleshon i kanë bo obligim, i kanë ngarkuar dhe kanë me dhonë llogari në ditën e gjykimit. Po shani Zot, do shlirohen, do lehtësohen dhe kanë ku më murë me vetin e tina. E dyta, njeriu duhet të angazhohet me veprat që interesojnë në fenë dhe jetën e tina. Vllazni, unë shpesh i këshilloj sa njerëz të thëshë. Dikush që ka tregti ditore, nuk mundet me flet pa bo një regjistrim të mallit, shitjes, blerjes, të fitimit. Dikush e ka ditor. Dikush e ka javor. Dikush e ka mujor. Dikush e ka atë regjistrimin general, vjetor. Ndoshta ndihmohen edhe me njerëz ekspert, që marrë me ja vendos, a u ka punon drejt. Gjitha këto angazhime janë çështje dynjos. Që njeriu është mirë me punu, obligim me fitu halal, obligim me shpenzu haram. Nëse ne kemi çesh kujdes për çështje që kemi lënë midhe, atëherë a kemi qësi regjistrimi, përpara ka thonë regjistrim? A kemi qësi kontrole ditore për secilin vetën tonë?
ku ta falim namazin e yatsis, mu nalë me këshyrë. Sa u afrova sot tek Zoti xhaleshanu. Sa ishte namazi jam. Sa ishte dhikri jam, që është dhikri mëngjesit, mbrëmjes, xhumit. Sa është dhikri jam mas namazeve fars. Ai kom kry dhikrin mas namazeve fars. Sa ka qenë kërkim falja gjatë ditës. Sa ka qenë salavatet gjatë ditës. Sa ka qenë leximi i Kuranit gjatë ditës. Sa ka qenë buzëqeshja ime ndaj muslimanëve gjatë ditës. Sa ka qenë kthimi i selamit apo dhënia e selamit. Nëse na miremi kontroll ditor me vetveten, kemi kohë më përmirësu. Mirë po, nëse na vazhdojmë me çështje që s'kan nuk na përkasin neve, atë padyshim që do besim shumë mas. E tre, braktisja punës që nuk të mësojnë janë rahati për shpirtin, thotë Sheikh Abadi. Rahati për shpirtin. Ruajtje e kohës dhe e nderit tënd. Ruajtje e kohës, rahati për shpirtin, ruajtje e kohës dhe e nderit tënd. E katërta, njerëzit janë në grada të ndryshme në Islam. Nuk janë barabartë. Ka mundësi më konë me një gradë, dikush që më të vërtet, kur ta, që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë kur të ngritet mëngjes, thotë llogaritë që s'ka më nxon akşami, kur të nxon akşami, llogaritë s'ka më nxon sabahi. Ai një që ka mendin e tina, që ngriten mëngjes, dhe ndoshta është dita e fundit. Ta ka qenë pikëshillat Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, që e keni ndëgju dhe lexu, nga njëherë i ka thonë faleni namaz lëm të mirës. Kur njeriu hin në namaz dhe e ndin se ndoshta është namazi i fundit, mundohet me e bo namazin më të mirë gjatë jetës tina. E pratë nëse ne ngritemi mëngjes dhe e llogarisim që kjo ndoshta është dita e fundit jetës tonë, apo mrrim në mbrëmje, dhe ndoshta është nata e fundit e jetës tonë, padyshim që ne do mirë me çështjet që na takojnë dhe do i lojmë çështjet të cilat nuk na takojnë. E lutim Allahun xhaleshanu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që të na bëjë prej atyre muslimanëve, të cilët angazhohen me çështjet e tyre dhe largohen nga çështjet të cilat nuk i përkasin dhe i lënë njerëzimin rahat në çështjet dhe në fenë e tyre. Kullu Zotin xhaleshanu wa xhalla xhelalu që na uzon neve dhe të tjerët. Walhamdulillahi rabbil alamin.